Nëse Shtetet e Bashkuara sulmojnë objektivat bërthamore të Iranit apo eliminojnë udhëheqësin suprem, lufta mund të hyjë në një fazë të re dhe të paparashikueshme. Një vendim i presidentit Trump për të ndihmuar Izraelin me bombardues amerikan do të përshkallëzonte ndjeshëm konfliktin, ndërsa një atentat ndaj liderit suprem iranian mund të kishte pasoja afatgjata pa garanci për një pasues më të moderuar. Sistemi autoritar klerikal i Iranit ka mbjetuar për dekada pavarësisht protestave të brendshme. Shkatrimi i impianteve si Fordo nuk garanton ndaljen e programit bërthamor iranian, përkundrazi, mund të përshpejtojë përpjekjet e Teheranit. Para sulmit të Izraelit, SBA dhe Iran po diskutojnë për kufizime në pasurimin e uraniumit në këmbim të heqjes së sanksioneve. Megjithatë, pas tensioneve, negociatat u ndërprejnë dhe pse Teherani ka shprehur gatishmëri për dialog nëse ofrohen garanci serioze. Ndërkohë, Irani mund të intensifikojë zhvillimin bërthamor, madje të largohet nga traktati mospërhapjes duke refuzuar inspektimet ndërkombëtare. Ndërsa në aspektin ushtarak, një ndërhyrje amerikane mund të nxjisë Iranin të godasë objektivat amerikane ose të mbyllë ngushticën e Hormuzit, ndërsa aleatët rajonal të tij si Hezbollah dhe Houthi mund të përfshihen. Trump dhe Netanyahu kanë përmendur ndryshimet e regjimit, por edhe nëse Khamenei eliminoi, rënia e regjimit nuk është e sigurt. Gardistët revolucionar mund të forcojnë kontrollin, ndoshta me figura më radikale. Nga ana tjetër, protestat popullore mund të rikthehen, por rreziku i përplasjes së dhunshme dhe rritja e ndjenjes nacionale kundër ndërhyrjes së huaj mbetet e lartë.